Dren Shajla në bashkohet e këtë momente për të bërë së bashku një bilancë të situatës së sigurisë, por edhe një situatës politike që aq shumë e kemi përfolur dhe kemi vendosur pikpyetje të mëdha. Faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Azdren, nisim pak me këtë lajm të ditës së fundit, ku kemi dhe përgjigjen apo reagimin zyrtar që vjen nga KFOR, që përgënjeshtron pretendimet e Kosovës në lidhje me hapësirën ajrore të Kosovës, që mund të ketë patur edhe dronë që vinë, apo mjete fluturuese që mund vinë nga Serbia në shenjë provokimi. Fakti që KFOR i përgënjeshtron, çfarë do të thotë? Po, e përsolla dje dhe është interesant, se tash unë imi prime ju besoj institucioneve drejtësisë, gjithmonë nëse nuk troket politika ndalar, pra institucioneve sigurisë falin Kosovës, por nëse aty troket politika që jo rrallë ka provuar disa herë ka arrit qëllimin, atëherë më leme besoj që edhe kjo është një nga ato alarmat e kota për konsum elektoral. Mos harroni, ne jemi në zgjedhje lokale dhe kjo pak a shumë edhe çon pesh në kuptimin e pozicionimit. Nga ana tjetër KFOR-i po ashtu deklaroi që nuk ka një thenim të hapësirës ajrore të Kosovës, mbetet më pa ditë në vazhdim, nuk po do më ulshuar në konkluza është sa KFOR-i apo institucionet tona. Të dy janë profesionale, të dy janë sy hapur aty, me që të ditë edhe situatën sa e ndjeshme është. Me gjitha ato, mbetet më pa se cila palë ka drejt. Nëse është personalisht nuk habitna nëse Serbia bën provokime të tilla, nga ana tjetër nuk habitna nëse institucionet tona politike duke e ndërhyrë në institucionet e sigurisë, po ashtu bëjnë propaganda të tilla, por me naje para panikun këtu edhe me dal pastaj me asnjë qendrime populiste çfarë kemi pa ato bën vazhdimisht KFOR. Qeverin Kurti, mos harroni, një 7 herë para kësaj ministri i Forcës së Sigurisë Kosovës Jug Maqedonci, ajo vazhdimisht flet se si Serbia kërcënon, Serbia afrohet kufirit, por deri tash nuk ka rezultuar asnjë saktë ose asnjë me potencial rreziku. Kështu që mbetet më pa ditë në vazhdim. Ma shumë po më s'kam çka shtoj sepse nuk kam asnjë informacion kush në Kosovë, kaç ka institucionet tona pretendojnë, por i thotë jo, situata është e qetë dhe jemi në rregull. E qartë, para se të kalim të situata e Vjosa Osmanit në SBA, ka patur takime edhe me Donald Trump, ka patur foton zyrtare, pra një qasje tjetër që vjen nga faktorin ndërkombëtar, kur dim se sa izoluar është Kosova dhe Vjosa Osmani sjell një panoram tjetër. Një çështje që dua vetëm me një fjalit më e zaurosh, Dimal Basha sapo ka marrë edhe detyrën si kryeparlamentar, por në fakt që ka edhe një kallëzim penal ndaj tij nga një veteran i UÇK-s, Agim Pllashniku, së bashku me avokatin e tij kanë dërguar, thënë këtë lloj forme, edhe një kallëzim penal. Pse këto sulme ndaj tij, se njëherë u përfoli edhe se sa i denj ishte për vendin që apo pozitën politike që mbante si kryeparlamentar, tashmë vijnë dhe kallëzime. Çfarë po ndodh? Dëgjoni, e para po, Dimal Basha nuk duhet me qenë moralisht në ndërheqje, sepse punimi i tij me një bashkëautorë serbe edhe në mënyrë që cilëson që kënë, a i dash me dhonë ndërheqje të paktën morale, po këto nuk e pres për Dimalit, as nuk e pres lëvizjen e vendosje me inicu shkarkimin e tij. Nga ana tjetër akuza e atij veteranit Pllashniku është kot. Sepse në fund ditës, Dimal Basha, sepse aty u tha nga avokati i tij që po ashtu është kot, që Dimal Basha mundet me u kërcënua ose mundet me përfundua në burg. Në fund ditës, hiq funksionin e tij, po supozojmë për një moment, Dimali shkarkohet nga kryeju i kuvendit, si qytetari i Kosovës, ai ka drejt me pas një opinion. Qoftë këtë në kundërshtim me shqiptarët. Nuk po thonë që pajtona, nuk po thonë që ka bën mirë, por në fund ditës, çdo shqiptar, çdo njeri, çdo qytetar i Kosovës ka drejt me bën një punim shkencor, ka drejt me hedh një pretendim, një teje të caktuar për një pjesë historisë, pavarësisht a pajtohen shqiptarët. A pse më shkuan në burg në saj e ka atë menim të vërtet për që kanë. Kjo pastaj kur e ngarkon me postën e kryekomendarit, po, e drejtë kërkesa për shkarkim, por kërcënimi ose pretendimi që duhet më burgosi Dimal Basha, sa ai mendon ashtu për që kanë, kjo është këtë kota dhe ndoshta ka pak shkarake, kështu që nuk ka pala aty seriozitet. Qartë. Takim zyrtar Vjosa Osmani në atë takim me Donald Trump. Çfarë tregon? Po shkrihen raportet e ngrira apo të ngurtësuara mes Kosovës dhe SBA-s, apo nuk është Albin Kurti dhe pra çka nuk është ai, çdo takim tjetër nuk ka vlerën dhe peshën e tij? Dëgjoni, presidenti i Kosovës, këtë rast presidenti, ai ka ato kompetenca që i ka, e përfaqëson Kosovën në raportet diplomatike tashmë të konsoliduara, ndërkohë kryeministri i Kosovës ka kompetenca tjera, ai e përfaqëson Kosovën në raportet diplomatike që janë në konsolidim me për ta zonë, dialogu me Serbinë, i takon edhe me kushtetutë kryeministrit. Në këtë rast, distancimi i Kurtit edhe ofrimi i Osmanit tregon që amerikanët e kanë qartë. Kjo për shqiptarët e Kosovës lexohet qartë. Njeri politikan
po vepron në kundërshtim me linjat amerikane, e tjetri është më i relaksuar këtë pikë këtë rast, jo sa Osmani, edhe atë aleancën e atë bashkëpunimin tonë që është ekzistencial, është vital për Kosovën, ka shtia Amerikës nuk e lëshon asnjëherë. Mu vjen mirë që më në fund, jo sa Osmani. Faktë një përfaqësues i lartë politikë i Kosovës takohet me Donald Trump, që është presidenti i shtetit më fuqishëm në botë, por jo Kurti. E kishte gëzuar fakti që qenë aty edhe kryeministri i Kosovës, por me veprimet e tija, paraprakisht pezullimin e dialogu strategjik që e bën SBA-ja, por shkak të veprimeve të Kurtit, ai nuk ka shansa me u marrë seriozisht edhe me u prit në takimet e niveleve të larta. Prandaj, për Kosovën është keq në fund ditës, ai është kryetari i qeverisë, ai ekzekuton vendimet edhe pozicionin e Kosovës, jo Osmani.